Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armela edhe sot do të kemi një vlog shumë të bukur. Mund të them që është vlogu më i bukur dhe më i rëndësishëm. Është ajo që unë kam pritur për 3 vite këtu në Gjermani. Edhe këtë do t'ja shpjegoj kur t'jem në shtëpi, sepse dua t'ja shpjegoj më në detaje gjithçka. Tani, unë se kam dalë nga puna edhe po shkoj të kërkoj në disa dyqane për 2 gjëra të vogla që më duhen për Solea, siç e thash edhe në vlogun e fundit, nëse e keni parë. Më duhen një arush i vogël edhe një çorape kur mund të futet një dhuratë. Këtë duhet ta dorëzojmë te kopshti deri të premte, nga data 28, 27-28, është afati i fundit, edhe po shkoj për kërkoj dhe duhet t'ju tregoj edhe juve. Si këto çorapet ku mund vendosësh dhurata, pas ka këtu te Kik, edhe do zgjedh një nga këto dhe do e marr për Solean. Nesër do ta çoj në sitë te kopshti, ta dorëzoj atje bashkë me atë dhuratën që thash, edhe duhet jetë edhe emri i Soleas diku lart këtu. Dhe vendosim, do zgjedh një nga këto. Do marr këtë. Sapo dola edhe nga Kik. Aty mora vetëm atë çorapen që vendoset ajo dhurata, ndërsa arush nuk mora, sepse ato ishin shumë të mëdhenj, edhe ato që ishin shumë të vegjël, ose labubu, sepse nuk më duhet shumë i madh, më duhet sa madhësia një dore, domethënë. Edhe ato që ishin atje nuk më pëlqyen, edhe po shkoj në një dyqan tjetër tani këtu, shikoj mbase gjej këtej. Edhe do ju a tregoj sot që nga koha mbasi bie shi, është ftohtë, jo shumë, normal, sepse ka qenë edhe shumë herë më ftohtë, tani sikur është zbutur pa koha. Edhe do shkoj pastaj prapë tek puna, sepse kemi për të mësuar një sistem të ri që do instalohet nga 1 dhjetori, edhe duhet shkoj atje sepse do na e mësojnë ata se si funksionon e gjitha. Jam pastaj mbasdite prapë nga ora 3:30 deri nga ora 5. Edhe NCD sot është pushim, e mori leje për këtë arsye, në mënyrë që unë të shkoja tek kjo përgatitja. Edhe do jetë NCD pastaj mbasdite me gocën. Nuk kisha pritur ndonjëherë sa të hapej dyqani dhe pastaj të mundja të futesha brenda hera e parë. Shumë e çuditshme si ndjesi. Edhe gjyshi këtu. Let it snow. Këtu pas ka patur edhe më të bukura, këto janë shumë të mëdha, po këto janë shumë të vogla, po këto që janë shumë të bukura për dhuratë. Gjithsesi unë nuk marr tjetër. Arushat e vegjël janë vetëm këta këtu, po nuk e di se më pëlqejnë fare me këtë shumë kot. Më pëlqejnë, ndërsa këta tjerë pastaj janë shumë të mëdhenj, nuk më duhen si këta. Nuk gjeta gjë aty. Më duken syt shumë keq poshtë. Por që kjo gjë më ndodh kur nuk kam fjetur mjaftu shumë gjumë ose kur jam shumë e lodhur. Edhe më krijohet këto si rast këtë poshtë, është nga pagjumësia ose nga lodhja. Shikojmë këtu te Mülleri, shpresojmë të gjejmë ndonjë gjë të vogël ashtu siç na duhet. Këtu pas ka mjaftueshëm nga këto arushat e vegjël, edhe do zgjedh njëri nga këto. Edhe do e marr. Ja për shembull këtu më pëlqeka. Që në shimatli që është që nga shumë e bukur. Bas e marrë këtë. Ja ku erdha dhe në shtëpi, jam reatuar këtu në këndin e shtëpisë,
sepse dua të flas në lidhje me atë çfarë unë thash në hapje të videos. Vlog është ajo që ne kemi pritur për 3 vite banimi këtu në Gjermani, edhe ka të bëjë me shpërnguljen tonë në një shtëpi të re më në fund. Jam shumë e lumtur dhe shumë falenderuese Zotit, dhe siç e dini, kush jeton në Gjermani, gjetja një banese është shumë e vështirë, sidomos këtu në Konstancë ku jetojmë ne. Ka qenë gjëja më e vështirë që unë kam hasur në lidhje me emigrimin në Gjermani. Ka qenë shumë pothuajse e pamundur, saqë ka qenë një periudhë kohë, nuk po gjenim asnjë banesë dhe nuk e dinim se çfarë do të bënim, do rrinim më këtu ose do ndronim qytet ose do ktheheshim në Shqipëri. Ka qenë shumë e vështirë, mbaj mend këtë periudhën, por që për fat në atë kohë u gjend një banesë e vogël, edhe pastaj pas asaj ne erdhëm këtu, edhe atë duhet ta lironim, edhe pastaj erdhëm këtu ku jemi, por që duke qenë se kam edhe shumë mesazhe që më vijnë pothuajse çdo ditë nga vajza që kanë parë videot e mia në YouTube, unë do të bëj posaçërisht edhe një video në lidhje me vështirësitë që unë kam hasur këtu në Gjermani në lidhje me emigrimin, edhe këto mund t'i përshkruaj më në detaje në këtë video, sepse ky vlog do jetë mjaftueshëm i gjatë në lidhje me shpërnguljen tonë, me paketimin, me disa detaje që unë do ju a tregoj. Pra, e bukura nga të gjitha këto është se ne kemi marrë një shtëpi nga shteti, një shtëpi nga Vobak. Kush jeton këtu në Konstancë di se për çfarë po them. Vobak është një institucion që ofron shtëpi, që ofron banesa. Kto janë banesa që ofrohen nga shteti, të themi, nga qyteti, sepse në vende të ndryshme të Gjermanisë ose në lande të ndryshme, ato janë me emra të ndryshme. Për shembull, këtu ku jetoj unë quhet Vobak, diku tjetër ka një emër tjetër, nuk e di. Edhe kjo është gjëja më e rëndësishme dhe për këtë jemi shumë të lumtur, sepse të marrësh një shtëpi nga Vobak është shumë e vështirë, edhe pothuajse e pamundur, sepse aplikimet janë shumë të larta, edhe prioritet kanë personat që kanë vështirësi ekonomike, që janë me familje të mëdha, personat me aftësi të kufizuara, personat që jetojnë prej shumë vitesh këtu në Gjermani, kanë gjermanët vet, edhe pothuajse kjo është shumë e pamundur, por për fat të mirë na deshi Zoti, edhe na erdhi mundësia që edhe ne të merrim një shtëpi nga Vobak, edhe kjo ka ndodhur pikërisht pas një viti, pasi ne aplikuam, u bë fiks një vit edhe na erdhi njoftimi që ishte liruar një shtëpi, që do lirohej një shtëpi, edhe nëse ne ishim të interesuar për këtë shtëpi. Ta tregoj pak historinë e aplikimit. Kjo, siç e thash, kemi aplikuar para një viti. Si di thoshte gjithmonë që shkojmë dhe aplikojmë, pyesim, interesohemi. Unë isha gjithmonë me idenë që është e kotë, është e pamundur, sepse dëgjonim kudo vërdall, nga njerëz të njohur, të panjohur, kudo që pyesim, domethënë, që është shumë e vështirë të marrësh një shtëpi, edhe pothuajse e pamundur, edhe unë e kisha fjetur mendjen që nuk do realizohej kjo gjë, por që një ditë shkuam edhe u interesuam, edhe bëhej një aplikim online. Kemi bërë aplikimin online, me sa më mend po online, po edhe kështu me letër, më duket se kemi plotësuar edhe diçka me letër, e kemi dorëzuar, nuk e mbaj mend. Nuk kam një gjë të keqe se i bëj shumë mirë, shumë sakt gjërat, por kur i mbaroj ato i harroj gjitha, domethënë se si funksionojnë, por që po mundohem t'i kujtoj dhe t'i tregoj. Pasi bëm këtë aplikimin online, thjesht duhet prisje pastaj, plotësoje të dhënat, do plotësoje të dhënat e tua, pjesëtarët e familjes, sa dhoma e doni, disa dëshire që kishe ti rreth banesës, ku e doni këtë banesën, në lagje të ndryshme të Konstancës do ta specifikoja atje. Unë e bëra specifikova të gjitha lagjet e Konstancës në mënyrë që të më rritej mundësia për të fituar
një banesë, sepse nëse ti e bën për shembull vetëm në një X lagje të caktuar, atëherë mundësia është më e ulët për marrësh një shtëpi në X lagje të caktuar, sepse mund të ketë disa shtëpi të lira në lagje të ndryshme, edhe pse jo ti mund ta marrësh atë shtëpi. Për mua kjo nuk ishte shumë e rëndësishme ishte që të ishte në Konstancë, duke qenë se Konstanca është edhe një qytet universitar. Unë dua dhe më ka pëlqyer që në fillim jetesa këtu, kam pasur ndjesi shumë të mira, edhe dua që Solea të rritet këtu, nuk e di se çfarë do ndodhi në të ardhmen, por dua që ajo të jetë këtu në qytet, në Konstancë, nuk doja diku në periferi, sepse nëse pas nesër nëse ne do rrim këtu, universiteti është këtu në Konstancë, pastaj do detyronim të vinim këtu, edhe shumica e personave që jetojnë përreth në zona të ndryshme vinë edhe punojnë këtu, ose vinë i sillin fëmijët këtu në kopësht ose në shkolla ose në universitet, dhe për këtë arsye u ngula këmbë që të banesa të ishte këtu në Konstancë. Edhe pasi bëm këtë aplikimin online, kemi pritur, shkonim tek sekretaria edhe pyesnim, na thonin që po e keni aplikimin, e keni aktiv, do prisni. Pas unë i dërgoja edhe email, pa ta dërguar edhe disa herë email, edhe disa herë ka marrë përgjigje, disa herë s'ka marrë asnjë përgjigje, edhe ka qenë një herë që ka marrë një përgjigje super të gjatë nga ata, se unë isha shumë e mërzitur me pjesën që ne nuk po gjenim dot në shtëpi këtu në Konstancë, edhe ka qenë një periudhë shumë, siç e thash, shumë e vështirë për ne, edhe unë në atë kohë kam dërguar një email Vobakut, ku i kërkoja me ngulm një banesë, i shpjegoja edhe arsyet gjitha, edhe ata më kanë shkruar një email me një përgjigje jo fort të mirë, të themi, edhe pastaj e lash fare, nuk i shkruajta më asgjë. Kaluan disa muaj edhe shkuam prap tek Vobak. Ka qenë në këtë verë kur ne shkuam tek sekretaria dhe u interesuam si gjithmonë, dhe Ensidi pothuajse ka qenë shumë këmbgulës në këtë pjesë. Shkojmë, po unë e kam shumë bezdi, sepse kur ato ta sqarojnë që nuk ka, ose kur të thonë që ti e ke bërë aplikimin, tani thjesht duhet të presësh, ose të përgjigjen ashpër, edhe unë e kam shumë bezdisë ti vete përsëri dhe thjesht i kërkoj të njëjtën gjë her pas here, dhe kur ato ta kanë shpjeguar një herë se si funksionon, e kam shumë bezdi ti vete përsëri dhe ti trokas edhe ti bëj të njëjtën kërkesë, po Ensidi ishte shumë këmbgulës, të themi në këtë pjesë, edhe ai nuk është i ndrojtur si puna ime, të them unë jam shumë e ndrojtur në këtë gjë, por që kur kemi shkuar herën e fundit, kemi pyetur përsëri te sekretaria dhe kemi thënë që kështu kemi bërë një aplikim, edhe duam të dim si po shkon situata, dhe nuk e mbajmë, dhe thjesht kemi pyetur, edhe ajo na ka thënë që dëshironi të keni një termin, e ka thënë vetë ajo vajza që ishte atje. Edhe kam parë Ensidin në sy, kemi parë të dy njëri tjetrin në sy, dhe thash po, i thash, edhe na e la terminin, kjo ka qenë këtë verë, nuk e mbaj mend se kur, në gusht, më duket, para se të iknim me pushime. Kemi shkuar atje, i thoja Ensidit, po të shkojmë një herë kot si gjitha terminet që kemi bërë, domethënë, ulemi atje, e qojmë hallin e dalim e ikim me mirupafshim, domethënë. Të them që kjo ka qenë edhe besoj shtys ndaj Vobakut, që ne të ishim edhe aplikantët e zgjedhur në një të ardhme shumë të afërt, sepse ne kemi qenë atje në gusht edhe në shtator na lajmëruan për shtëpinë, por dua të them edhe një gjë që në gusht, më duket se ne bëm vitin e aplikimit, më erdhi një email që thoshte që bëja refresh edhe një herë të gjithë aplikimin, kujdes nuk duhet t'i anashkaloni këto emaile nëse ju vinë, bë refresh aplikimit edhe i kam plotësuar edhe një herë të dhënat nga e para të gjitha, kam shkuar përsëri te sekretaria, i kam thënë që a ekziston aplikimi im pas refreshit, ajo tha po, aplikimi ekziston, i lexoj edhe një herë dhënat e mia, edhe këtë doja ta cekja që nuk duhen na shkaluar. Ka edhe emaile që të vinë, emaile falso, duhet patur kujdes, nuk duhet klikuar në çdo gjë, por që duhet të interesoheni gjithmonë edhe të shkoni të pyesni.
Kuam në termin edhe ishim të tre në termin, unë Ensidi edhe Solea. Ishim një nga ato punonjëset atje. Ishim në një zyrë, do kishte aplikimin ton atje përpara, na pyeti edhe një herë për të dhënat tona. Kishte disa gabime, i ndryshoi ato të dhënat që unë i kisha bërë gabim atje, edhe pastaj i shpjeguam edhe një herë situatën, që ishte shumë e rëndësishme për ne, që donim një shtëpi tjetër, donim ta krijonim të ardhmen tonë këtu në Konstancë, sepse na tha që kishte banesa, po ndërtoheshin banesa të reja diku në periferi të Konstancës, jo shumë larg që këtu, jo shumë afër, por që unë nuk doja në periferi, doja pikërisht këtu në Konstancë, edhe e refuzova se na tha që në atë ditë që nëse doni kemi banesa në periferi, dhe i tham që shpresojmë që termini të vlej për diçka dhe mos tjetë thjesht një termin sa për të kaluar radhën, edhe ajo tha jo, absolutisht, ta na shpjegoi edhe një herë arsyet pse ishte kaq e vështirë të gjej një banesë, të merr një banesë nga Vëbaku, si mund ta merrej këtë banesën dhe të gjitha me radhë, edhe na tha që jo, mos u shqetësoni, termini që kemi realizuar së bashku është shumë i rëndësishëm, edhe shpresojmë që t'ju vi shpejt edhe banesa, shpresoj që të keni fat, tha. Edhe ne i tham sigurisht ne kemi fat gjithmonë, edhe ne me shumë optimizëm të dy bashkë me Ensidin. Edhe ky ishte edhe termini. Fiks pas një muaj ka marrë një telefonat ku më është ofruar një banesë për ta parë. E kemi parë banesën, na ka pëlqyer absolutisht, ishte shumë e mirë, edhe siç e dini shtëpitë që ofron Vëbaku ose shtëpitë që ofrohen nga shteti kanë edhe çmimin shumë të mirë, çmim të arsyeshëm, jo si mund të paguash një banesë me qira këtu në Gjermani kur e gjen nga një aplikacion ose nga mënyra të ndryshme siç ke banesat që të ofrohen me qira këtu. Për shembull, banesat me qira për një person që jeton vetëm për shembull këtu në Konstancë, paguan çmimi vetëm për një person fillon minimumi nga 700 euro, 800 euro e lartë, vetëm një person. Imagjinojeni ju tani ne 3 persona, një familje, se sa paguajmë ne momentalisht për banesën tonë me qira tek shtëpia aktuale ku jemi. Premturuam shumë kur morëm lajmin për shtëpi nga Vëbaku, e kemi pritur. Si pam banesën, unë kam marrë në telefon sërish djalin që më telefonoi, edhe i thash që banesa më pëlqen, ata e bën rezervimin, bllokojnë banesën për personin që kanë kontaktuar, në këtë rast për familjen tonë, pas të dërgojnë disa letra që verifikojnë, që vërtetojnë që ti do shpërngulesh te kjo shtëpia me të dhënat e tua dhe shumë letra, siç ka këtu, nuk e mbaj mend të gjitha, janë shumë letra e fletore të gjitha. Më pas shkon edhe merr edhe kontratën. Këto letrat e para të themi janë si vërtetim, edhe pastaj merret edhe kontrata, është vlefshmëri të dyja bashkë janë shumë të rëndësishme. Ata të sqarojnë edhe një herë në lidhje me shtëpinë, me rregullat, me të gjitha. Edhe një gjë që ishte shumë e rëndësishme për sa i përket shtëpive që të ofron Vëbaku si rregull, ata e kishin që duhet patjetër të bëje sigurimin e shtëpisë, në mënyrë që ata ta jepnin shtëpi me qira, ta jepnin ty këtë shtëpi, sepse nëse ti nuk e bën sigurimin, ata nuk ta japin, edhe nëse ti nuk paguan kaucionin, sigurisht ata nuk ta japin, por që kaucionin e paguan në çdo shtëpi që ti merr me qira, por si detyrim ata kishin sigurimin e shtëpisë, një sigurim sepse ka disa lloje të ndryshme sigurimesh, por një sigurim kryesor i banesës, dhe ne e kemi bërë sigurimin e banesës, ka qenë hera e parë, sepse deri tani nuk kam bërë asnjë sigurim banese ku kam jetuar, edhe fatmirësisht nuk na ka ndodhur asnjë gjë me banesat, kemi jetuar dhe i kemi lënë çdo gjë në rregull, nuk kemi pasur asnjë problem. Por që sigurimi është shumë i rëndësishëm, nëse ty të ndodh larg qoftë një gjë, të prishet një gjë, qoftë edhe një gjë e vogël, atëherë ato i merr përsipër sigurimi. Ne bëm një sigurim të plot të banesës, bëm edhe sigurimin e jetës gjithashtu.
tek sigurimi përfshihet edhe mjetet që ti mund të dëmtosh në punë, nëse ti prish diçka, një mjet të rëndësishëm te puna, ta mbulon sigurimi, ose pra te sigurimi përfshihen edhe shumë gjëra të tjera. Jam shumë e lumtur që kemi bërë edhe këtë. Nuk është një pagesë shumë e madhe, sidoqoftë ja vlen ta kesh. Unë do t'ju marr me vete edhe kur ne të bëjmë shpërnguljen. Ne kemi prenotuar një agjensi që do vi do na e marrë të gjitha mobiljet që ne kemi në shtëpi. Fatmirësisht nuk kemi shumë gjëra, sepse tek shtëpia ku jetojmë shumica e gjërave ishin këtu, edhe pothuajse në të gjitha shtëpitë ku kemi jetuar, banesat ku kemi jetuar, ka qenë shumica e mobiljeve brenda, edhe nuk kam bler shumë gjëra, kam shumë pak mobilje, më shumë kam gjëra të vogla, kartona ose kartona, qeska të ndryshme. Por edhe këtë gjë do ju a tregoj në vazhdim, sigurisht. Se ju keni pyetje në lidhje me këto që unë kam shpjeguar deri tani, mund të komentoni poshtë në video, do të i lexoj si gjithmonë me kënaqësi dhe mundohem të ju përgjigjem të gjitha pyetjeve që vijnë. Siç e thash, në vazhdim do bëj edhe një video ku shpjegoj për vajzat, për personat që dëshirojnë së shpejti të vinë në Gjermani. Do bëj edhe një video ku do shpjegoj vështirësitë që ne kemi hasur më së shumti, edhe që ju t'i keni parasysh edhe të jeni më të përgatitur kur të vini këtu. Më thjesht komentoni poshtë edhe unë mund t'i përmbledh të gjitha këto idetë që ju keni ose pyetjet që ju keni, mund të përmbledh edhe t'i bëj në një video të gjitha. Më ndiqni gjithashtu edhe në Instagramin tonë me të njëjtin emër Solea Family. Dhe aty jam shumë aktive, mundohem të jem aktive, të shpërndaj gjëra të ndryshme nga jetesa jon këtu në Gjermani. Plastik, auf einmal mein kleinen Kindern man es halt aufregt, I just wanted to get one. Kemi ardhur tek dyqani i preferuar i Soleas. Edhe Solea është në kërkim të lodrës së saj, si gjithmonë. Gabi, Solea ka shumë qejf këtë. Mam shkjo. Po. Sot është hapur edhe tregu i Krishtlindjeve, edhe që sot ka filluar të ketë shumë njerëz, edhe jashtë nuk është shumë ftohtë, është normal, po që ndonjë tjetër do vi, besoj bashkë me Ensimin do ishte më mirë, që edhe unë të kem mundësi më mirë të filmoj se vetëm edhe me Solea. Më e vështirë, por që sigurisht që do vim ditë të tjera dhe do t'ju tregojmë tregun e Krishtlindjeve në Konstancë. Nuk jam lyer me Xixa, po që jam bërë kështu sepse ishin tek Demi edhe po hapi Solea një nga ato provzat siç ishte një kështu gjë me Xixa, edhe preka dhe unë atë si duket dhe jam fshirë këtu dhe këto nuk ikin tani kur t'ikim në shtëpi. Morën edhe po e hap Solea se nuk i pritet dot të kukullën. E hape pak? Nog steeds. Solea, hajde shpejt, Bravo, ju ka marrë malli ju të dyjave? Te ka marrë malli për Solean? Ha? O bukuroshe, po ti mami? Ha? Solea që ke hutuar se ka lodrën te dora. Ne tani do ikim te shtëpia, por takuam tek rruga një shoqe që kemi shumë xhan, Klarën dhe mamin e Klarës. Edhe Klara na shikon te YouTube
edhe kishte shef që të dilte edhe ajo bashkë me Solean, edhe këtë vlogun do ta shikoj te YouTube-i, te televizori, kur ti ki te shtëpia apo jo, Klara? Po. Be pak me dorë? Bravo, be edhe ti mami? Bravo. Mirë mëngjesi nga një super ditë sot. Unë jam me Solean edhe ne do ikim tani te kopshti. Është akoma pak errët. Duket si natë, por që po vetë ora 8. Po, ka rënë pak shi, por sot nuk besoj se kështu e jep aty që s'ka shi. Shpresoj mos na bjeri shi. Ja, nuk po bie shi. Letë shi Solea. po bie. Po, ka veshur fustane me Mickey Mouse, ka vënë këtë rrethin te koka. Edhe e ka zgjedhur vetë outfitin për sot. Apo jo? Po. Super. Ne jemi tek shtëpia, edhe siç e shikoni, nuk ka asnjë gjë, janë hequr të gjitha, është bosh. Edhe këto pak mobilje që kemi këtu, po presim tani që të vi firma e transportit dhe t'i marrin gjitha gjërat. Jemi shumë të lumtur, apo jo? Po, patjetër. Do na tregosh në një gjë ti se unë kam folur më përpara rreth shtëpisë së re që ne përfituam nga shteti. Ti ç'a mund na thuash, si ndjehesh? Jemi shumë të lumtur, mezi kemi pritë këtë ditë, edhe po numërojmë edhe këto minutat e fundit sa të vijë firma e transportit, vemi të sistemojmë dhe shtëpia jonë. Që kemi pas fat dhe morëm shumë shpejt. Se kemi dëgjuar këtu lloj prallash, jo të presin 5 vjet, 10 vjet për një shtëpi, jo. Ka dhe pritje ca muaj. Kom. Aha. Hajt, snella. Qa janë ato? Doći ka bajte, te lazimi të nash janë. Okej. Hajt. Ne tani sa po erdhim tek shtëpia, jemi shumë të lumtur, s'kemi drita sepse duhet t'i vendosim dritat. Por e rëndësishme është që jemi së bashku dhe jemi shumë të lumtur. Nuk kemi asnjë gjë këtu brenda, do i plotësojmë, do i mbushim gjitha. Edhe mobilje do të fusim, pak nga pak i kemi të jashtë. Edhe Solea, je lumtur jeta?